sepse e kemi anulluar atë strukturën e pendimit nga shkeljet e ligjit, me deklarimet, masandaj, me ato dispensimet demonike, duke thënë në ligje shequr, dhe pranoj në zemër, hajde këtu, beso, ti beson, ai të do. Ai të do, dhe po e do ti, po ne dua, hajde të lajmi këtuja. Sepse gjërat frymërore gjëkohen nga fryma e shenjtë frymërisht. Kur një person e ka brenda, njeriu natyror, mishor, romak vetejtë, nuk I nështrohet ligjit, dhe as nuk mund t'i pëlqesh atit duke shkelur ligjin e tij, duke refuzuar apo duke manipuluar dhe duke deklaruar gjëra që nuk janë për shpëtimin tënd, nuk janë akoma, nuk e hyr akoma në beslidhjen e Mesias Jeshuas. Ti e deklaron, unë jam në gjaku më mbulon, pasandaj shikoj dhe foto, pasandaj që lartësojmë veten me Biblën dhe vrapojmë në palishmëri me frymrat karizmatike. Ajajaj, me frymrat e fallit, me frymrat e vdekjes. Por njeriu që është frymëror, gjykon çdo gjë me anë të ligjit. Dhe vetë ai nuk është I gjykuar nga asnjë njeri. Ti nje çfarë të thotë, në vargu 7, që duke mbajtur ligjin e përsosur që një drejtues I shtëpisë së tij do ketë mundësinë të gjykojë dhe të kundërshtojë ata që nuk I binden të së vërtetës. Nuk I binden urdhërimeve të Atit, se po I bindesh urdhërimeve të Atit, nuk kemi ndonjë vështirësi për të miqësuar me njëri tjetrin. Sepse ai që ecën në dritën e atij ligjit, mësandaj kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku I Mesias na pastron nga ato shkeljet e ligjit, nga paudhësitë tona. Thuaj një person që praktikojmë ligjin se Mesia praktikovi. Nuk kemi miqësi me atë person me. Dhe vinë mësandaj, lutja, gjithmonë për lutje. Pastaj kur I tregohet më pasqyra e zemrës me anë të ligjit që nxjerrë pa në zemrat tona, mëkatin brenda, mësandaj thonë që nuk tani ja çdo gjë është në rregull, ja vëllai tim është mirë tani, ai ishte në burg, por tani doli, edhe unë ndesha çik lutje për atë gjë. Por çfarë shkeli ai vëllai? Nosa dikush mësandaj nga miqësia ta tregon. Qa shkeli ai vllai? Shkeli ligjin e vendit. Por ti kur do ndalosh të shkelur ligjin e qellit? Që të mos hysh në burgun e skllavërisë së mëkatit dhe çohesh mësandaj nga engjëjt në liçen e zjarrit. Më vjen keq, po e vërteta do predikohet